Dy nxënës shqiptar kanë arritur sukses në arenën ndërkombëtare të dijes duke përfaqësuar veten por dhe Shqipërinë me rezultate të shkëlqyera në edicionin e parë të Olimpiadës Evropiane të Matematikës zhvilluar në Lituani. Jamar Borushitaj nga Gjimnazi Alidemi i Vlorës dhe Marios Gjika, gjimnazist nga Tirana, janë dy nxënësit që u vlerësuan në Olimpiadën Evropiane të Matematikës duke u nderuar me medalje bronzi dhe nderi. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro u shpreh se flamuri shqiptar vazhdon të lartësohet fal talentit dhe punës së palodhur të nxënësve tanë dhe këtë herë janë Jamar Borushitaj dhe Marios Gjika, ata që na bëjnë krenar me arritjet e tyre të shkëlqyera në matematikë. Pas suksesit si fitues në Olimpiadën kombëtare, ata shënojnë arritjen e radhës në Lituani, ku mbajt edicioni i parë i Olimpiadës Europiane të Matematikës. Mariusi arriti të nderohet me medalje bronzi, ndërsa Jamarbri u vlerësua me medalje nderi për performancën e tij dinjitoze në këtë garë të njohurive dhe logjikës, thot Kumbaro, duke shprehur mirënjohje për këta kampion që përfaqësojnë vendin tonë në arenën ndërkombëtare. Olimpiada Europiane e Matematikës konsiderohet një platformë e rëndësishme për të rinjtë të talentuar nga vende të ndryshme të botës, ku ata testojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre në një mjedis ndërkombëtar. Ndërkohë, Jamar Borushitaj është gjimnazisti maturant, i cili më herët ka qenë pjesë e Atlas Njerëzor, emisionit në Blu Televizion, pikërisht si nxënës ekselent i Gjimnazit Alidemi.